Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Ky është eskavatori skup. A e dini se çfarë po bën ai? Ai po gërmon një grop për të vendosur në sheshin e lojrave një kosh basketbolli. Oh, bëj kujdes skupi. Koshi po bie, mbaje. Provoj edhe një herë. Mos, ra nga ana tjetër. Për të forcuar bazën, kemi nevojë për çimento. Shikoni, po vjen Leo. Ai ka sjell pjesë të ndryshme për të bërë një makineri të re. Ai do të bëjë një betoniere. Për të bërë llaçin me cimenton gati, na duhet ta ndërtojmë sa më shpejt betonieren. Oh, rrota po na ikën shumë larg. Oh, mos! Rrota u përplas me ndërtimin e formave të robotit. Po roboti vendosi ta ndërtoj përsëri kullën. Dhe Jaku e ndërtoi. Oh, shikoni! Ai e goditi vetë përsëri me rrotë. O, çfarë loje të bukur që bëri. Dhe ndërkohë le t'i vendosim 3 rrotat tek shasia. Vendosim edhe kabinën. Mbrojtësia e përparme që nga ngjyrë jeshile. Dritat e përparme. Krahët. Kjo është një platformë. Tek pjesët ngjyrë portokall do të mbështesim tamburin. Ndërsa ky është tamburi. Ky është një rezervuar i cili shërben për përzierjen e betonit. Ndërsa kjo pjesa tjetër ngjyrë portokall vendoset sipër. Leo, tani ne duhet të gjejmë rrotën e 4. Le të shkojmë së bashku dhe ta kërkojmë. Shikon nga çdo anë me shumë kujdes. Me ç'po shohim, pas pemës nuk qënka. Oh, ja ku qënka. Roboti vazhdon të luaj me rrotën dhe kullën. Përshëndetje. Robot, a dëshiron të mësosh diçka shumë interesante? Por së pari na duhet të marrim rrotën dhe ta çojmë në vendin e saj. Faleminderit. Shko pas Leos. Tani të gjitha rrotat janë të vendosur në vendin e tyre. Betonierja është gati. Le të shkojmë e të marrim cimenton.
Robot, shtype butonin. Shumë mirë. Tamburi filloi të rrotullohet në mënyrë që çimentoja të mos na ngri. Betonieri apo shkon në sheshin e lojrave, ku do të derdh betonin për të krijuar bazamentin për koshin e basketbollit. Le ta vendosim përsëri koshin e basketbollit në vend dhe të derdhim betonin në gropën që hapi Skupi. Kjo sasi mjafton. Faleminderit betoniere për punën e bërë. Tani që çimentoja u ngri, koshi nuk mund të bjerë më. Le të bëjmë një lojë basketbolli. Pa shikoni, i pari që bëri kosh është Skupi. Robot, mos u trishto, sepse tani është radha jote. Hidhe, pa frikë ti mund ta bësh. Të lumt e shikon? Ja dole robot. Tani mund të luani basketbol në sheshin tuaj të lojrave. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Një makinë blu është duke u larë tek larsja e makinave. Ai është Maxi. Dhe këta janë robotët. Ata i kërkojnë Skupit të hap një grop në këndin e lojrave. Po pyes veten, për çfarë ju duhet gropa? Oh, ata mendojnë se aty ka një thesar të varrosur. Këtu? Ndoshta këtu. Këtu, thot roboti i kuq. A ka të drejtë? Le ta zbulojmë. Gërmo edhe pak më thellë. Oh, doli uji. Një shatërvan i vërtet. Jo, ky nuk është thesar. Eskavatori Skup gabimisht ka qarë tubin e ujësjellësit. Nga ky gabim, larsja e makinave nuk ka më ujë dhe Maxi nuk e përfundon dot larjen. Leo, a mund t'i ndihmosh? Është e nevojshme të ndërtosh një makinë që do të vendos tuba të rinj. Por së pari, për të kursyer ujin, le të mbyllim rubinetin. Robot, rrotulloje rubinetin, mbylle. Skupi, për të nxjerrë tubin e qarë, ne duhet ta thellojmë dhe ta zmadhojmë gropën. Leo, a janë këto pjesë e kamionit që do të ndërtojmë? Shasia. Rrotat me zinxhir. Kabina.
Ulsja e drejtuesit. Dy levat e kontrollit. Dyert. Dritat. Vendosim edhe krahun dhe kapsen e tubave. E shkëlqyeshme. Makina që shtron tubacionet është gati për të filluar. Shikoni, në fillim ai nxjerr tubin e qarë. Çfarë vrime që është hapur. Tani na duhet të gjejmë një tub të njëjtë, por pa vrim. A është i përshtatshëm ky tub? Jo. Ç'mendim ke për këtë tjetrin? Sigurisht që as ky nuk na hyn në punë. Ja ku është tubi që na nevojitet ne. Dhe tani shtruesi i tubacionit e vendos atë në vendin e tij. Shkëlqyeshëm, gjithçka është si më parë. Për të qenë të sigurt se gjithçka e kemi bërë mirë, hapim ujin. Nga tubi i ri që sapo vendosëm, nuk po rrjedh asnjë pikë ujë. Skupi, mund ta mbushësh gropën. Po çfarë po ndodh tani tek larsja e makinave? Ja, Maxi po e përfundon larjen. Faleminderit, Leo. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Ka ardhur vjeshta dhe mollët e shishme plot me lëng porondojnë në pemët e mollëve. Kjo është koha për t'i vjel. Shikoni, piruni i vogël pas ka sjell një arg bosh. Robotët e ndihmojnë atë të vjel mollët. Kini kujdes! Oh! Shikoni, sa i madh është bërë mali me moll. Kjo ngarkesë është shumë e rëndë për pirunin e vogël. Ai ka nevojë për ndihmë. Përshëndetje, Leo. Kemi një karroceri të mbushur plot me moll. Për ta tërhequr atë, na duhet një traktor. Po ti i paske sjell pjesët e traktorit, Leo. Të fillojmë t'i bashkojmë pjesët. Në fillim lidhim boshtin me shasin.
Vendosim motorin. 2 mbrojtëset e rrotave. Ato do t'jenë mbi 2 rrotat e pasme. Katër rrota, 2 të voglat përpara dhe 2 të mëdhat prapa. Vendosim edhe timonin. Ja dhe leva e marsheve. Ndensja e drejtuesit. Dritat përpara. Tani mendoj se ai është gati. A na mungon gjë? Traktori përpara ka një tub për nxjerrjen e gazrave. Ja ku është vendi i tij. Leo, a shkojmë ta gjejmë? Leo gjeti disa tuba të ndryshëm. A është ky tubi i përshtatshëm për traktorin? Jo, ky është i përshtatshëm për anije. Po ky? Jo, ky është një tub shkarkimi për autovetura. Ky tubi blu është ai që na nevojitet. Merre me vete. E vendosim tubin në vendin e tij dhe traktori është gati për punë. Sa mirë! Traktori bashkë me karoserinë me moll po shkon në shtëpinë e Leos. Miq tani mund të bëjnë reçel dhe të gatuajnë byrek me moll. Besoj se dhe ju miqtë e mi hani mollët, ato janë shumë të shijshme dhe të shëndetshme. Oh! Edhe unë i ha shumë mollët. Mirupafshim!